Teksa në kryeqytet prej më shumë se një muaj mbahen protestat që nisën si kundërshtimi i projektit të investimit në Zvërnec, ambasadori i Gjermanisë Karl Bergner në një koment mbi këtë çështje tha se mbështet drejtën e tubimeve, por dhuna është e pajustifikueshme. Çdo aktivitet i shoqërisë civile që zhvillohet në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian është i mirëpritur. Protestat e dhunshme nuk janë në përputhje me këto vlera. Kush mban përgjegjësi për aktet e dhunës është ende çështje që duhet të sqarohet. Diplomati theksoi se Gjermania mbështet Shqipërinë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ne mbështesim Shqipërinë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është i përkushtuar ndaj këtyre parimeve. Mbështetja jonë është veçanërisht në aspektin teknik të procesit, por vlerësojmë edhe të gjithë ata që në jetën e përditshme mbrojnë sundimin e ligjit, mjedisin dhe vlerat evropiane. Ambasadori Karl Bergner i bëri këto deklarata pasi mori pjesë në ceremoninë në Borov, ku kujtuan viktimat e masakrës së 6 korrikut 1943. Kjo është e dhimbshme për mua, sepse ndaj dhimbjen e banorëve të këtij vendi dhe të familjeve që ende jetojnë me pasojat e asaj ngjarjeje. Është e dhimbshme edhe për mua si ambasador, sepse kjo ndodhi në emër të Gjermanisë dhe të popullit gjerman. Por, njëkohësisht, ne duam të shohim drejt së ardhmes. Ne themi gjithmonë, kurrë më, dhe kjo nënkupton ndërtimin e një shoqërie të bazuar tek toleranca, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit. Këto janë edhe vlerat mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian. 83 vite më parë, në fshatin Borov të Kolonjës, historia shqiptare do të përjetonte një nga faqet më të zeza. Një divizion gjerman kreu një nga masakrat më të rënda ndaj popullsisë civile, duke djegur fshatin dhe vrarë 107 banor të pafajshëm, mes tyre shumë gra e fëmijë.